Përshëndetje, miq të kanalit Cook O'Clock, sepse të gjithë jeni miq të këtij kanali. Ja ku jemi përsëri me videon e radhës. Sot kemi një recetë jeshile, fantastike, shumë të shëndetshme, pjesë e traditës shqiptare të gatimit, sepse gjithmonë këtu kryefjala është tradita shqiptare. Sot do përgatisim spinaq me vezë dhe qumësht. Është fantastike. Ingredientët, filloj me njerë, janë gjys kile spinaq, të cilin në fillim e kam larë edhe e kemi gati për ta përdorur tani. Nja duhen nja 3 ose 4 qep të njoma, 2 kokra vezë, gjys gote ujë normale me qumësht edhe pak kopër. Gjë e parë që do bëjmë tani është që do vendosim një tenxhere ose një enë që mund të përdorni ju me ujë me krip që të vloj, dhe me njerë filloj me përgatitjen dhe prerjen e spinaqit. Do heqim këto bishtat dhe do lëm vetëm gjethet. Pasi e kam prerë spinaqin në këtë lloj prerje, kam vendosur të bëj, presim që të bëhet uji i vlimit me krip që të fillojmë të zhysim spinaqin që ta zbusim. Ndërkohë kemi grirë hollë edhe qep të njoma. Do përdorni sa më shumë të jetë e mundur edhe pjesën jeshile të tyre. Fillojmë edhe shtojmë spinaqin avash avash, pjesë, mos na mbulohet i gjithi. Edhe do lëm gati 3-4 minuta që të zbutet në ujë me krip. Shtojeni pa frikë sepse ai zbutet edhe humbet goxha masë. Kur e kemi hedhur të gjithin, vendosim kapakun, edhe thash 3-4 minuta, maksimumi 5, e heqim dhe e kullojmë nga uji vetë. Ndërkohë që na përgatitet spinaqi, fillojmë me rrafim vezët, bashkë me qumshin. I shtojmë qumshin komplet. Derisa të na bëhet një masë një trajshme. Pasi kemi bërë përzierjen e vezëve me qumshtin, tani është momenti që edhe vezëve që do bëjmë në fund mbështjelljen e të gjithë pjesës tavës me pjesën e spinaqit dhe qepët, do t'i shtojmë tek kjo përbërje, do t'i përziejmë koprën të griroll, jo një tufë, shumë pak, varet pastaj si i keni gustot ju. Unë këtu kam hedhur edhe pak djath kaçkavall deleje, krip dhe piper. Ja shtojmë këtu, i përziejmë dhe i kemi gati për në fund. Në një tigan, një jetin vaj ulliri, fillojmë dhe shtojmë qepën e njom që ta fërgojmë. Ndërkohë që qepa është pothuajse gati, marrim një nga këto tavat, i shtojmë vaj ulliri, pak në bazament. Do t'i shtojmë komplet pjesën e spinaqit që e kemi gati. Idheni të gjithin, por nuk është e nevojshme që ta përhapni me njëherë. Mjafton vetëm ta hidhni si fillim, sepse na duhet dhe qepa. Qepën e kemi gati, ja shtojmë komplet, siç e kemi komplet pjesës së spinaqit, që t'i përziejmë bashkë, edhe t'i përhapim në tavën tonë. Edhe vajin i të gjithit, sepse është vaj ullirit bën mirë. Tani i përziejmë mirë me njëra tjetrën, edhe tani është momenti që ta përhapim komplet në tavën tonë, që të përhapet mirë si spinaqi, po ashtu edhe qepa. Momenti final është t'i shtojmë komplet përzierjen tonë të vezëve me pjesën tjetër të atyre që jollëm pak më para. Po keni mundësi gjeni në një tavë më të vogël ose varet se si po i bëni me ato masat që ju nevojiten juve. E përhapim mirë, që të përhapet mirë veza, djathi nga të tëra anët. Bëjmë gati furrën tani me 160 gradë.
Kaluan 20 minuta, është mpiksur mirë, është pjekur mirë veza, pashtu dhe djathi mund të vihet re që është shkrir pak, është e nxehtë, nuk dua ta prek tani. 20 minuta në furrë dhe e keni gati. Një karakteristike veçantë e kësaj recete është se duhet konsumuar me njëherë, nuk ja vlen që ta lini, sepse me kalimin e kohës u mbet shija edhe spinaqi nuk do duket më i bukur. Kështu siç është jeshil, lere të ftojeni pak, ndajeni më kaç, shpërndajeni nëpër pjata, ju bëft mirë. Shumë faleminderit që e ndoqët të recetë, mos harroni të bëni subscribe, nëse doni të ndiqni këtë kanal e të shikoni çdo javë receta të reja. Nëse doni bëni like, komentoni nëse keni sugjerime dhe shihemi përsëri në videot e radhës. Mirupafshim.